ka qenë pikrisht këtu në Vlorë 2 vite më parë. Ishin zonjat vlonjate që më thanë, do vish në Vlorë, do organizojmë një takim me nëna dhe me motrat. Ishte këtu që filloi takimi parë me nëna dhe me zonjat. Ishte në kinoteatrin tuaj. Ishte një takim që më dha zemër. Ishte një takim që mbani me menu. Ishte një takim që më frymëzoi. Dhe pastaj, bashkë me ju dhe bashkë me zonjat e tjera, të Fierit, të Korçës, të Beratit, të Durrësit, vazhdojmë udhëtimin ton. Një udhëtim që është shumë i thjeshtë, një udhëtim që është shumë njerëzor, një udhëtim që është shumë human. Ne nënat kemi një filozofi të thjeshtë. Ne gjërat i kemi direkte. Ne nuk i ndërlikojmë gjërat. Nuk kemi fare komplekse. E vetmja gjë që kemi, i themi çdo njeriu, fëmin mos ma prek. Ajo është zemra, ajo është syri im, ajo është drita jeme, ajo është ardhmja jeme. Dhe për te ne bëjmë çdo gjë. Për vajzën, për djalin ton. Dhe kjo ndjesi dhe ky raport është gjëja më e jashtëzakonshme që na bashkon ne nënave kudo ku jemi. Në Vlorë, në Tiranë, në Korçë, në Gjirokastër, në Kuks, në Shkodër, në Kuçovë, kudo ku jemi. Ne mund të kemi diferenca me njëra tjetrën. Nga priardhja, nga shkolla, nga pozicioni, nga historia tjerë. Por ne kemi gjëra shumë të ngjashme. Ne jemi bashkë kur shkojmë tek spitali për të shërbyer fëmijës. Ne jemi bashkë kur shkojmë tek ambulanca. Ne jemi bashkë kur shkojmë te farmacia për ilaçet e fëmijës. Ne jemi bashkë kur shkojmë te dyqani. Ne jemi bashkë kur çojmë në klasë parë për herë të parë fëmijën ton. Ne jemi bashkë te shkolla. Ne jemi bashkë kur shkojmë te mësuesi për të pyetur për fëmijët tan. Pastaj jemi bashkë duke menduar se çfarë do bëjmë më shumë, çfarë do bëjmë më tepër për fëmijën tim, për djalin tim, për nipin tim. Në fakt të jesh grua është një gjë e jashtëzakonshme. Të jesh grua është të ndërmarrësh një aventurë që kërkon kurajo të madhe. Të jesh gru është një sfidë që nuk mbaron kurrë, gjithë jetën, tërë jetën, por nuk ka gjë më të bukur dhe dhuratë më të bukur se Zoti na ka dhënë ne. Amësinë të qenunit nën, të lindurit të jesë, vazhdimsinë e jesë. Ju nëna, ju pysun këtu, cila nën mund të harrojnë momentin e parë, kur mjeku, kur lind fëmia jonë na ka vurë në krah. Cila mund të harrojnë atë moment? Është një moment revolucionar, është një moment që mbetet këtu në shpirt, në zemër dhe në mendje. Në fakt, pas asaj dite dhe pas asaj momenti, ne jemi të tjera. Ne kemi lindur për herë të dytë. Ne kuptojmë veten tonë si jemi ndryshe. Nuk jemi më ato që kemi qenë vajza të reja. I shohim gjanat me sy tjetër. I shohim fëmijët tjerë si fëmijët tonë. I shohim si ato rriten. I shohim si hedhin hapin e parë. Dhe pastaj i ndjekum në çdo hap që ato bëjnë, në çdo hap të jetës tyre, në çdo hap të shkollës tyre, në çdo hap të karrierës së tyre. Dhe ne, nëna në gjithë botën, ka zemrën më të madhe. Në zemrën e nënës gjen gjithmonë faljen, edhe kur fëmia na gabon, edhe kur vajza na gabon, edhe kur djali na gabon. Ne e falim dhe pastaj e marrim për dorë, edhe kur ja themi, edhe kur s'ja themi, për ta çuar në rrugë të marr, për ta animu për të ecë përpara, për ta animu për të qenë suksesshëm, për ta animu për atë që ne dëshirojmë më shumë se kur gjatë tjetër, për të qenë i lumtur në botë, për të qenë për herë i lumtur. S'ka gjë më të rëndësishme për nanën se sa kur shef në fëmijë në sytë e tij fëmijë dhe don të lexojë që është i lumtur, që është i kënaqur, që ndihet mirë, që shpreson, që ka një ëndër. Padyshim, histori që un kam lexuar dhe kam dëgjuar në qytete të ndryshme nuk janë të gjitha rozë. Ka histori të vështira. Ka nëna që janë vetëm, ka nëna që burrat kanë emigracion, ka nëna që fëmijët i kanë jetim, ka nëna që janë vajza të reja dhe kur nuk ja kanë njohur fëmijët, ka nëna tjera që janë të divorcuara dhe unë dua t'i them se i cilës prej tyre, se unë i di sa e vështirë është të qosh jetën përpara duke qenë vetëm, pa pas një që të mbështet, pa pas një që të mendon. Ndaj dhe ajo që dua t'i them çdo burri është, ne nuk kërkojmë favore, ne kërkojmë vetëm që të doni e të respektoni nënat e fëmijëve tuaj.
Unë kam kuptu gjatë kësaj periudhe, duke qenë në politikë, se kemi një mi mundësi, se kemi një mi potenciale, se në jetën mund të bajmë prapë më të bukur. Dhe ajo që unë mendoj, është filozofia kombit tonë. Nuk ka test më të rëndësishëm për një komb, se sa testi i drejtësisë që ndjek një komb. Dhe testi i drejtësisë do thotë të mendosh për atë që është më i varfër, të mendosh që atë ka më shumë nevojë, të mendosh për atë që është i smur, të mendosh për atë që nuk ka miq, të mendosh për atë që është i vetmuar. Dhe unë ju them sot këtu, në mandatin e dytë, nuk ka prioritet më të madh për ne se sa të qojmë rritjen e asistencës, ndihmën ekonomike për ato që kanë nevojë. Nuk ka prioritet më të madh për mua personalisht, që të shikoj rast për rast të gjitha ato gra që janë vetëm, që rrisin jetima, që nuk kanë burrat këtu, që janë të divorcuara, ato do trajtohen ndryshe. Dhe mbi të gjitha, ajo që është prioriteti personal dhe sfida personale, mandatin e ardhshëm, luftën kundër kancerit, luftën kundër kësaj sëmundje të shekullit, unë do ta vendos prioritet. Ne do fitojmë një çdo sëmundje. Ato nuk mund të na mundin ne. E vetmja gjë që unë kërkoj prej çdo zonje, prej çdo nëne, prej çdo motre, prej çdo mike këtu në Vlorë, por kudo në Shqipëri, ju lutem, shkoni dhe bëni kujdes për veten tuaj, për shnetin tuaj, shkoni merrni masat dhe pastaj kujdesuni për vajzat e reja. Ato ka nevojë që të flasin lirshë me nënat e tyre, ato ka nevojë të këshillohen, ato ka nevojë që të bëjnë disa vaksina, që të mendojnë që mas 20 viteve të mos rrezikojnë sëmundjet e këtij shekulli. Dhe mbi të gjitha, ajo që unë dëshiroj që ne të arrijmë është që gruaja të ndihet kudo e suksesshme, të jetë histori suksesi në shtëpi, histori suksesi në familje, histori suksesi në karrierën akademike, histori suksesi në biznes, histori suksesi në universitet, histori suksesi, pse jo, edhe në politikë. Ajo gjërat i ban me zemër, ajo punon fort, ajo i ban me pasion. S'ka gjë më të rëndësishëm se të shohesh tjetrin me zemrën më shumë se sa me syrin dhe me mendjen. Më mirë me të dyja bashkë, por unë besoj se 4 vjet që i ardhshëm do të bëhet i mundur për një qeverisje të fortë, kryesisht për shkak të diferencës që kësaj radhe në thedhimin e fitores së Partisë Demokratike do bëjnë zonja. Unë e di dhe unë besoj se secila prej jush me datën 28 qershor do shkoj shtëpi në shtëpi, der më der, rrugis më rrugis, për t'i thënë çdo nëne, për t'i thënë çdo mike, për t'i thënë komshis, hajde voto për fëmin, hajde voto për triun, hajde voto për studentin, hajde voto për të ardhmen, hajde voto për Europën, hajde voto për Shqipërinë Europiane, hajde voto për rritjen ekonomike, hajde voto për koncesionet, për punësimin. Ne jemi një vend që kemi shumë probleme tjera për të zgjitur. Ne kemi punë të tjera të mëdha për të bërë në 4 vjeçarin e ardhshëm. Unë ndihem krenare që Sali Berisha në Vlorë ka investuar para më shumë se çdo qytet tjetër. Unë ndihem krenare që Sali Berisha ka vendosur që të bëjë kampusin e studentëve. Unë ndihem krenare që Sali Berisha ka vendosur që në 4 vjeçarin e ardhshëm këtu në Vlorë, në vendin e historisë, në vendin e flamurit, të ndërtojnë dhe të investojnë mbi $500 milion. Vlora meriton, qytetarët vlonjate meritojnë, ju nënat e meritoni, ju motrat, ju studentët, ju vajzat e reja. Unë ju uroj, ju bë një urim shumë të thjeshtë. Qofshi gjithë jetën të lumtura, qofshi gjithë jetën të sigurta në jetën tuaj. Unë ju kërkoj vetëm një gjë. Unë di dhe përsëri se jam e bindur. Burrat mund t'jenë të majtë të djathtë. Nënat janë demokrate, nënat dhe zonjat kësaj radhe votojnë vetëm numrin 10, sepse 10 është numri më i mirë, 10 është numri që secila prej nesh, tërë jetën tonë e kemi kërku, e kemi dash për veten tonë, e kemi dash për vajzat tona, e kemi dash për bijat tona. Rov Vlora, rofshin zonjat, nënat janë princesha, nëna është mbretëresha, nëna është Vlora, nëna është Shqipëria. Fitore të gjithave, suksese, fitore Vlora, rrot Vlora, rrot zonja, faleminderit gjithave.